Sot në fshatin Gradec, komuna e Vrapçishtit, është kujtuar 100 vjetori një masakre të paharuar në këto anë dhe me gjërë. Një tragedi kombëtare ku nga ana e Serboslavis janë vrarë 160 burra nga fshati Gradec. Për këtë ngjarje të merruese dhe të paharuar, banorët e Gradecit me vetë iniciative kanë kujtuar këtë ditë dhembje për dëshmorët e rënë dhe për të gjithë shqiptarët në këto anë. Ky është një moment i rëndësishëm për ngritjen e vetëdijes tonë nacionale. Është një mesazh porosie që këto ngjarje mos të përsëriten asnjëherë. Në këtë ditë banorët e Gradecit me emocionin më të vrarë emocional e kujtojnë atë kohë makabre për shqiptarët. Ndej veten se duhet të praktikojmë, përkujtojmë këtë masakër të Gradecit që ka ndodhur para 100 viteve. Është një rast i veçantë, prandaj jemi të buar këtu që ti mos harrojmë dhe Zoti që të mos përsëritet më kurrë. Ja sot na në mënyrë solemne së bashku me qytetarët e Gradecit, së bashku me qytetarët e Bogovinës dhe të kamionët të cilën kanë qenë ata të cilin kanë varrosur për qytetarët tonë, ne munduam në mënyrë solemne me Këshillin Iniciativës së bashku me shokët e mi dhe me qytetarët e Gradecit të spakut i përkujtojmë ata dëshmorët të cilin para 100 viteve ka dhënë jetën për na. Banorët faktikisht të ndjerët kanë ngel dit pa u varros dhe fshatrat përreth kanë ardhur dhe i kanë varrosur. Kurse populata civile është shprëngul në zonat e fshatrave malore dhe aty derisa është qetësuar situata. Kjo ngelen historianëve që ta ndriçojnë si ngjarje. Populli shqiptar ka qenë shumë i masakruar dhe i vrarë nga barbarët dhe ushtria serbe. Por porosisë dhe ngel në shpresën e të ardhshmin, kjo gjë nuk do të përsëritet edhe mos lejojmë edhe ne si popull që kjo gjë të përsëritet shqiptarët në përgjithësi ku gjenden. Sot në këtë ditë të dhembjes, por edhe të krenarisë, si profesor, por edhe si banori këtij fshati po ndjehemi i zhgënjur thellë me mos interesimin dhe indiferencën e institucioneve shtetërore dhe forcave politike shqiptare, të cilat nuk e pan të udhës të marrin përsipër shënimin e këtij përvjetori, duke lënë këtë organizim në nivelin e fshatit për të zbehur kështu rëndësinë e kësaj sakrifice të madhe të kohës. Ky kujtim kujton kohën kur shqiptarët me një vetdije shumë më të lartë se tani bën luftë për liri dhe bashkim kombëtar. Kjo masakër aso kohë kishte tmerruar të gjithë zonën. Njëkohësisht kjo ngjarje kishte zgjuar ndërgjegjen edhe të shqiptarëve në nivel të Ballkanit.